Përshëndetje të gjithëve, ja ku jemi përsëri së bashku në këtë video. Unë sot kam vënë syze, jo se nuk shikoj, sepse shikoj shumë mirë, por i kisha lënë këtu në Spanjë dhe më kisha marrë shumë malli TV-ja dhe i gjeta rastësisht në një sirtar dhe i mora dhe i vura që unë këto syze i kam bërë në Shqipëri tek një optik që janë thjesht me një xham mbrojtës ndaj telefonit ose kompjuterit kur e përdor, thjesht të mbrojnë syt, por unë shikoj njësoj. Përveç se më ka marrë malli që të mbaja këto syzet, por që unë do t'i heq sapo të mbaroj videon, sepse më pengoj, nuk jam mësuar të mbaj syze. Por po mendoja se më shkonin, edhe doja të dilja me një look të ri këtu tek ju. Kjo gjë e jeshile që reflekton te xhami është drita që unë kam këtu, ja. I ku tani? Është kjo drita që bën dritë në fytyrën time që të duket akoma më e pastër, që dhe ju të keni një pamje më të qartë për të parë. Dhe përpara se të filloj këtë video, e cila është me disa prej rrobave të mia që unë kam këtu në Spanjë, duke qenë se ju e dini shumë mirë që unë jetoj në Shqipëri dhe vi shpesh në Ibiza me pushime. Edhe sa herë lë rrobat e mia këtu. Dhe tani pash që kam lënë disa gjëra të bukura dhe doja t'ju tregoja edhe juve. Pse jo, ta ndaja këtë video dhe me ju. Doja t'ju përshëndesja të gjithëve ju për suportin që më jepni në videot e mia dhe të gjithë ju që më komentoni pa u lodhur asnjëherë. Doja t'ju falenderoja nga zemra dhe në veçanti dua të falenderoj një vajzë me emrin Eri të puth fort dhe të falenderoj për gjithçka. Po që syzet se s'po i mbaja dot më dhe po më pengonin. Dhe tani po filloj direkt t'ju tregoj rrobat juve. E para që unë kam këtu dhe që është shumë e bukur është kjo badi këtu që ka këtë pjesën si korse tek beli, është e hapur tek pjesa këtu tek gjoksi edhe ka këto si tela që rrin shumë bukur në trup. Ka dhe këto gjërat kështu si lus pa peshku, por që janë yll. Dhe mezi po pres ta vesh, duke qenë se unë po mendoja të rri dhe disa muaj këtej, me qenë se po vjen edhe vera. Edhe pse jo të kaloj disa muaj të tjerë këtu në Ibiza, do ishte shumë bukur. Tani po ju tregoj edhe kropin e dytë, që është këtu. Ka këtë detajn me gura, edhe ky është i hapur tek pjesa e gjoksit dhe ka 2 trëndafila. Dhe është shumë i shkutër, është me barkun për jashta, pra mund ta kombinoj me funde të ndryshme. Mezi po pres që t'i vesh. Tjetër është kjo korseja këtu si kanatiere, por që unë këtë e vesha ditën e vitit të ri. Është fiks si korse pjesa këtu. Nga mbrapa është me kapse që mund ta ngushtosh sa të duash. Dhe është me gura duket. Filloj nga fundet. Është ky fundi kaf. Edhe ky është shumë i bukur për kombinime. Është ky fundi tjetër. Është një lloj xhinsi, por është kështu i gomuar. Vetëm se është pak i shkurtër. Kështu është edhe mbrapa dhe ka këto xhepat që tregojnë shumë bukur format. Por ky është për në verë, nuk është për tani. Pas kam dhe një krop tjetër se pas kam parë, që është ky këtu. Edhe ky është si korse dhe ka këto teminat që shkëlqejnë sidomos në diell. Edhe këtë se kam veshur akoma, por do ta vesh këtë verë se s'bën. Kam këtë kropin tjetër, që është vetëm kështu. Do me thënë, vishet kjo pjesa para, futen krahët këtu te këto.
Edhe mbrapa te kurrizi vetëm lidhet me këta litarët lidhse. Dhe ky rri shumë bukur. Edhe unë e kam veshur këtë me një palë gjinse që i kam këtu dhe duhet t'rregoj dhe juve. Edhe i kam kombinuar bashkë edhe shkonin shumë. Janë këto gjinset këtu, që janë stil cowboy, pra janë të gjera në fund. Edhe janë me flutra. Dhe këto gjinset unë i kam veshur këtu në Spanjë, i kam marrë që nga Shqipëria para 2 viteve. Pra këto gjinset kanë 2 vjet këtu në Spanjë. Edhe unë si kisha marrë në Shqipëri, dhe tani që po e mendoj më vjen shumë keq se këto janë shumë të bukura. Dhe unë si kam veshur. Por para 2 viteve unë kam qenë akoma më e dobët. Edhe si kam provuar akoma nëse më bëjnë apo jo. Sa të doja të më bënin. Po t'rregoj një bluzë tjetër që është kjo këtu, që është e hollë edhe këto mund ta vesh gjatë periudhës tani. Edhe kjo është shumë e bukur, ka dhe këto krahët kështu të fryra. Edhe këtë mezi po presi ta vesh. Tjetër është kjo bluzja këtu. Ka këto pjesët kështu të krau që është shumë e bukur. Edhe është me supe për jashta dhe rri shumë bukur. Është edhe shumë e lehtë tani për të veshur. Po ju t'rregoj disa gjinse të tjera, që janë këto këtu, që duken shumë të mëdha, por janë stil cargo. Dhe janë shumë të bukura, kanë këtë detajn këtu. Kështu janë dhe nga mbrapa, por që në trup rrin shumë bukur. Janë të gjata dhe janë kështu të gjera poshtë. T'rregoj edhe një palë gjinse të tjera, që janë këto këtu, në ngjyrë e zbardhur. Kanë këtë detajn e kërrisur tek gjori. Janë të ngushta te pjesa e belit, të gjata deri në fund të këmbëve, edhe të gjera. Janë me xhepa dhe mbrapa. Edhe këto kanë një ngjyrë super për në verë. Dhe janë shumë të bukura. Unë duke i bërë komplimenta rrobave të mia. Do doja që dhe ju të më komentoni se cila është e preferuara juaj dhe unë t'ju lexoj komentet. Tjetër është ky fundi këtu. Me pala, ky është fund pantallon. Këtu poshtë, ka pantallona që mund të marrë sa të doj dhe ti je siguruar. Sepse ky duket që është mjaft i shkurtër dhe nuk mund të vishet kështu. Tjetër është edhe ky fundi këtu. Edhe ky është shumë i shkurtër, por edhe ky është me pantallon të zeza. Ka këtë pjesën e lidhses këtu tek beli që mund ta ngushtoni sa të doni. Tjetër është ky fustani që është material pambuk. Është me ripa. Është i zi dhe është i gjatë shumë deri në fund të këmbëve dhe ka vetëm një të çarë pak anash. Mund të duket shumë i shëmtuar kështu, por kur e vesh në trup rri shumë bukur. Dhe ky është shumë i rehatshëm për në verë, është shumë i hollë dhe pse është i zi dhe mund të thithi shumë rrezet e diellit. Por është shumë i rehatshëm, e besoni. Është edhe ky fustani këtu që unë e kam marrë që në verë vjet, por nuk arrita dot ta vishja. E kam marrë tek faqja Chantel Collection,
është boost. Është në ngjyrë baby pink, sepse mua më pëlqeu shumë, edhe ky është i gjatë deri në fund të këmbëve. Por ky ka një problem. Problemi i këtij është se nuk ka asnjë të çarë deri në fund të këmbëve, pra është kështu. Dhe mezi ecën me këtë, do e kem pak problem kur ta vesh, por ky është super dhe ky është që hapet, është material i gomuar, por ka një gjë të mirë që është copë dyshe, pra nuk është i tejdukshëm. Tjetër është ky fundi këtu që zakonisht unë e kam veshur në plazh. Është i bardhë dhe ka këtë detajin me lidhse kështu të lidhur. Dhe këtë e kam marrë në Shqipëri dhe e kam bler tek Sheni, por e kam lënë këtu që ta vesh këtej. Tjetër është kjo bati që është shumë e bukur. Është me këtë detajin që lidhet në qafë. Ka një gjë të mirë se nuk ka kapse këtu, pra vishet direkt, edhe hapa është kështu, pra i gjithë kurrizi është i hapur, dhe ke mundësi që këtu mund t'i ngushtosh dhe të rrinë sipas formës së trupit. Tjetër kam këtë jumpsuitin, që ka një ngjyrë shumë të bukur dhe që mua më pëlqen shumë. Është kështu me pantallona të shkurtra. Ka këtë elastikun këtu që të tregon bel. Edhe këtu tek pjesa e gjoksit ka disa kupa vet dhe mund ta veshësh kollaj kështu siç është. Pra është shumë i rehatshëm gjatë verës. Kështu është edhe nga mbrapa, është i thjeshtë. Por që këta janë shumë praktik për të veshur direkt edhe për të dalë. Kam marrë dhe një tjetër, që është ky këtu, por këtë e kam marrë me këmbë të gjata. Ky është në ngjyrë bezh, shqyr zotit nuk ishte i tejdukshëm. Ka këtë pjesën e zinxhirit këtu që mund ta hapësh sa të duash. Është me krah të shkurtra, por është i gjatë. Pra i ka këmbët e gjata dhe mbrapa është shumë i bukur, sepse është kështu. Ka dhe këtë pjesën e këtyre detajeve këtu. Edhe këmbët janë të gjata si që thash, pra është edhe ky i butë që hapet kështu sa të duash, edhe vjen pas formës së trupit tuaj. Edhe këtë e kam bler këtej dhe e kam bler masa medium large, sepse nga që ka prerjen e vogël dhe nuk mund ta merrja small sepse do më rrinte shumë i ngushtë. Këto ishin disa prej rrobave që unë ju tregova, por nëse ju doni që të shikoni më, mund të më komentoni për një part 2, edhe unë do ta bëj patjetër, sapo të më jepet mundësia, do ju tregoj edhe disa prej rrobave të tjera që kam këtu. Mirupafshim!